Këtu është horoskopi i enjtë 22 maj 2025. Mirë gjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Ditë e shkëlqyeshme për të sqaruar çështje të pazgjidhura. Nëse keni një aktivitet krijues në kontakt me publikun, do të jetë e lehtë të arrini sukses, dashuri në shërim. Demi. Interesat e reja të punës, lajme të këndshme. Dashuria familjare kërkon kujdes më të madh dhe sot jeni gati dhe të hapur. Binjaket. Organizoni një situatë pune në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse të gjithë syt janë gjithsesi tek ju dhe shanset për të fituar dy fishin. Përmirësoni dashurinë, shigjetarin dhe luanin shenjat që mund t'ju japin më shumë gjatë kësaj kohe. Gaforja. Duhet të gjesh një rol të ri në punë, nëse një biznes ose bashkëpunim ka mbaruar, është më mirë të mendosh për të ardhmen. Kjo ditë fillon me disa dyshime të vogla. Luani. Ju do të jeni në gjendje të ndriçoni çështje komplekse. Do të jeni më të fortë në dashuri dhe më të qartë në çështjet e biznesit, një projekt mund të bëhet i rëndësishëm në një kohë të shkurtër. Virgjeresha. Merrni zënë dhe shikoni njerëzit, nëse keni ndërmend të shkëlqeni mbrëmjet dhe kohën e lirë. Komplikimet ekonomike, shpenzimet e familjes dhe më shumë. Në dashuri shërim të mirë. Peshorja. Kjo ditë prodhon një efekt të bujshëm për dashurinë. Vitaliteti përmirësohet dhe ardhja e parave nuk përjashtohet. Favoritet e udhëtimit. Akrepi. Lajmet mund të ndryshojnë letrat në tavoline dhe gjithashtu planet për të ardhmen tuaj. Në një farë mënyre jeni në kërkim të risive, veçanërisht për sa i përket sferës së dashurisë. Shigjetari. Një moment shumë i favorshëm që gjithashtu ju lejon të jemi më bindës në punë dhe në çështje të një natyre praktike. Perspektiva të shkëlqyera në familje dhe në rrethin e njerëzve më të afërt. Britsjapi. Konfuzioni mbretëron gjithashtu suprem, sepse ju duhet të bëni shumë gjëra, shumë ndryshime. Në çdo rast duhet të përpiqeni të rikuperoni më shumë qetësi shpirtërore si nga pikpamja profesionale ashtu edhe nga ajo ekonomike. Kini kujdes nga spekulimet e rrezikshme. Ujori. Ndiheni të lënë anash dhe sipas të gjitha gjasave do të kërkoni më shumë vëmendje. Mundohuni të jeni pak më diplomatik pavarësisht gjithçkaje. Peshqit. Ju pret një ditë paksa e lodhshme. Ata që kanë biznesin e tyre ose edhe ata që punojnë si punonjës do të duhet të bëjnë disa ndryshime dhe të shtrëngojnë rripin. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.